Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka thënë se është nderuar që rrëfimin e Kosovës nga çlirimi deri më sot ta ndajë së bashku me presidentin Bill Clinton në New York në prani të një audience të jashtëzakonshme nga e gjithë bota. Ajo ka shprehur mirënjohje të përjetshme për aleatin historik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Osmani po qëndron në SBA në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ajo ka zhvilluar një sër takimesh me zyrtar të shteteve të ndryshme. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vlerësuar kontributin e Joseph Diogardit dhe bashkëshortës së tij për çështjen e Kosovës në politikën amerikane. Kurti shkruan se çdo shqiptar amerikan, pavarësisht pikpamjeve apo përkatësive politike, e pranon se Joseph Diogardi luajti një rol qendror në zërin e shqiptarëve në politikën amerikane në një kohë vendimtare për Kosovën. Sipas tij, ai ishte personi që u hapi dyert e politikës amerikane shqiptarëve, kur jo shumë njerëz ishin të interesuar të dëgjonin për vuajtjet tona në ish Jugosllavi. Veprat e tyre janë shembulli i shkëlqyer se çfarë dy amerikanë të udhëhequr nga ndërgjegjja dhe miqësia mund të bëjnë për një popull që lufton për lirinë e tij, ka shkruar Kurti në Facebook. Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë ndjekur një trajnim të specializuar në qitje në distanca të largta me qëllim të ngritjes së kapaciteteve luftarake të FSK-s. Nëpërmjet një postimi në Facebook, FSK njofton se ky trajnim kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve luftarake të ushtarëve dhe certifikimin e pjesëtarëve si snajper profesional operativ të aftë të përdorin kalibra të ndryshëm sipas standardeve moderne ushtarake. Një person është gjetur i vdekur sot në rrugën Bedri Bajrami në komunën e Podujevës. Lajmin për të këllajve ka konfirmuar zyrtarja për informim në Policinë e Kosovës, Flora Ahmeti. Ajo ka theksuar se policia ka nisur hetimet dhe po bashkëpunon me prokuroren e shtetit për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje. Ndërkohë, policia e Kosovës njofton se brenda 24 orëve janë regjistruar 58 aksidente, 26 me të lënduar dhe 32 me dëme materiale. Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Gjatë kësaj periudhe kohore, policia njofton se ka arrestuar 19 persona për vepra të ndryshme penale, prej të cilave 5 i ka dërguar në mbajtje dhe 1 në vuajtje të dënimit. Në vendin ton po mbahet Maratona Prishtina 2025, një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive. Mira sportistë nga shumë vende të botës janë pjesë e kësaj gare joshëse, që përfshin gara të ndryshme për të gjitha grup moshat. Atletë nga shtete të ndryshme do të garojnë nga 2 deri në 42 kilometra. Organizatorët kanë paralajmëruar masa të veçanta për sigurinë dhe qarkullimin e trafikut gjatë zhvillimit të kësaj ngjarjeje. E posta e Kosovës, me rastin e ditës botërore të lumenjve, emeton emisionin e ri të pullave postare fauna endemike. Në njoftim thuhet se gjetja dhe përshkrimi i 4 llojeve të reja të insekteve ujore endemike për territorin e Kosovës përbën një arritje të veçantë në fushën e shkencave natyrore dhe të ruajtjes së biodiversitetit. Përveç vlerës së tyre shkencore, këto gjetje përfaqësojnë edhe një thirrje për rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e ekosistemeve të brishta ujore në vendin tonë. Rusia përsëri ka kryer një sulm masiv të kombinuar me dron dhe raketa ndaj Ukrainës, ku në epicentër ishte kryeqyteti Kiev, duke shkaktuar viktima dhe dëme në zonat e banuara.
Autoritetet ukrainase kanë njoftuar se një sulm masiv nga Rusia kundër kryeqytetit të Ukrainës ka vrarë të paktën 4 persona dhe ka plagosur 27 të tjerë. Dronët goditën disa rajone gjatë natës përfshirë Zaporizhjan, ku të paktën 16 persona përfshirë 3 fëmijë u plagosën, sipas autoriteteve. Ministri i jashtëm i Ukrainës Andriy Sybiak ka thënë se qindra dronë dhe raketa ishin përdorur në sulmet e fundit ndaj Ukrainës. Të shtunën, presidenti Zelenski paralajmëroi se Rusia nuk do të ndalet vetëm me vendin e tij, prandaj po teston mbrojtjen ajrore evropiane me ndërhyrjet e fundit në disa vende që i përkasin aleancës ushtarake të NATO-s. Putin nuk do të pres të përfundojë luftën e tij në Ukrainë, ai do të hapë një drejtim tjetër, askush nuk e di se ku, por ai e dëshiron këtë, ka shtuar Zelenski. Në Poloninë fshinje, aeroplanët luftarak u ngritën herët të dielën, ndërsa Rusia goditi Ukrainën perëndimore, than forcat e armatosura polake. Ushtria polake i përshkroi më tej veprimet të cilat janë bërë rutinë që kur aeroplanët polak dhe ata të NATO-s qëlluan 3 dronë rus në hapësirën ajrore të Polonisë më 10 shtator. Ndërkohë, Moska mohoi përgjegjësinë pasi Danimarka tha se disa dronë fluturuan mbi aeroportet e saj. Vetë Danimarka ka thënë se incidentet dukeshin si vepër e një aktori profesionist pa specifikuar se kush mund të ishte ky. Edhe Estonia ka akuzuar Rusin për shkelje të hapësirës së saj ajrore me aeroplan luftarak. Trump ka shkuar deri aty, sa ka thënë se vendet e NATO-s duhet të rrëzojnë aeroplanët rus në hapësirën e tyre ajrore. Ai gjithashtu ndryshoi qëndrimin e tij ndaj luftës Rusi-Ukrainë, duke thënë për herë të parë javën e kaluar se Ukraina mund të rifitonte të gjithë tokën e saj nga Moska. OKB-ja ka rikthyer sanksionet ndaj Iranit 10 vjet pas marrëveshjes historike bërthamore për shkak të mos bashkëpunimit. Sanksionet gjithëpërfshirëse ekonomike dhe ushtarake të OKB-s janë rivendosur ndaj Iranit 10 vjet pasi ato u hoqën në një marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare mbi programin e tij bërthamor. Masat e reja hynë në fuqi pasi 3 partnerët evropian të marrëveshjes, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania, aktivizuan të ashtu quajturin mekanizëm snapback, duke akuzuar Iranin për përshkallëzim të vazhdueshëm bërthamor dhe mungesë bashkëpunimi. Irani pezulloi inspektimet e objekteve të tija bërthamore, një detyrim ligjor sipas kushteve të marrëveshjes së vitit 2015, pasi Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara bombarduan disa nga lokacionet e tij bërthamore dhe bazat ushtarake në qershor. Presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian këmbguli javën e kaluar se vendi i tij nuk kishte ndërmend të zhvillonte armë bërthamore. Rivendosja e sanksioneve, të cilën Pezeshkian e përshkroi si të padrejtë dhe të paligjshme, është goditja e fundit ndaj një marrëveshjeje që u shpall si një pikë kthese në marrëdhëniet perëndimore me Republikën e Izoluar Islamike prej kohësh kur u arrit për herë të parë. Plani i përbashkët gjithëpërfshirës i veprimit vendos kufizime mbi instalimet bërthamore të Iranit, rezervat e tij të uraniumit të pasuruar dhe sasinë e kërkimit dhe zhvillimit që mund të ndërmarrë. Ai synon t'i lejojë Iranit të zhvillojë infrastrukturën e tij të energjisë bërthamore pa u larguar drejt prodhimit të armëve bërthamore, por Irani rriti aktivitetin e tij të ndaluar bërthamor pasi Donald Trump tërhoqi SBA-n nga marrëveshja gjatë mandatit të tij të parë si president në vitin 2016. Të nderuar shikues, ndoshët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.